Bizneset nuk do të kenë kontrolle nga tatimet, nëse ata do të deklarojnë një fitim më të lartë se ai do kërcuar me administratën tatimore. Paqja fiskale u prezantua nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama gjatë një takimi me bizneset në Elbasan, ku sqaroi se për fitimin shtesë, biznesi do tatohet me vetëm 5%. Në periudhën, në pikun e sezonit, do deklarosh dhe jemi dakord dhe ne 65%, është një balancë, është më e favorshme për i të vërtetës për hotelet se sa për administratën tatimore, por është propozuar gjithashtu që të fshihen dhe kamat vonesat e bizneseve në bazë të viteve që operojnë. Procesi do të fillojë sepse një pjesë aq sa duhet domthonë buxhetit për ta filluar procesin e kemi. Një tjetër e mirë që sill paqja fiskale sipas kreut të Selis Roz, do të jetë rishikimi i pasqyrave financiare, ku bizneset do të kenë të drejtën të rishikojnë deklaratat tatimore për 5 vjet mbrapsht. Kështu që në këtë mënyrë do ta çojmë në një nivel komplet tjetër administrimin tatimor dhe besoj që do kemi shumë më tepër transparencë. Gjatë takimit, shefi i mazhorancës pranoi se ka ende probleme me administrimin e tatimeve, por këto lehtësira sipas Ramës sillin benefite për bizneset e vogla. Kjo është për t'ju thënë që duhet të vazhdojmë me kuraje përpara. Ashtu si kundër e dim shumë mirë që kemi një hapësirë ende të pashkelur për të rritur të ardhurat për shtetin.